a do marrë pjesë Kosova në Eurosong. Një tjetër emër i futet e stradës sonë, Besa Kokdhima, shpërblehet në Turqi. Këto dhe disa të tjera i kuptojmë bashkë në vazhdim në rubrikët tonë të fundit të pathënat e kësaj jave. Të dielën e kaluar filloi festivali më i madh i muzikës moderne shqiptare në vend. Emra të shumë do të marrin pjesë në Kënga Magjike. Prive arriti të zbulojë një tjetër emër që do të jetë pjesë e festivalit. Është kjo Jonida Maliqi, e cila rikthehet pas një viti pushim në skenën e këtij festivali. Detajet rreth këngës nuk i ka bërë të ditur, duke shtuar se dëshiron të jetë surprizë. Edhe një këngë tjetër e re po i shtohet tregu ton, e konkurenca në muzikë çdo ditë më shumë po merr forcën më të madhe. Reperi i labelit Baba Stars, Ghetto Gjizi, sot ka filluar xhirimet e videoklipit të tij më të ri. Xhirimet do të vazhdojnë për 4 ditë radhazi dhe Geti ka vendosur që këtë videoklip ta realizojë me produksionin Imagine. Kënga titullohet Enzone dhe është bërë ditur që në klip do të jetë prezente edhe një statiste femër. Presim të shohim produktin final. Për herë të parë skenën e MTV Video European Music Awards e preke në vitin 2012, ku performoi superhitin R.I.P. E këtë vit me datë 13 të muajit nëntor, Rita Ora do t'i përjetoj ethet të nominimit në 2 kategori, në Best Look krahas Harry Styles, Justin Timberlake, Lady Gaga e Rihanna, si dhe Best World Stage me emrat si Alicia Keys, Jessie J, Snoop Lion e shumë të tjerë. Finalja e MTV European Music Awards 2013 do të mbahet në Amsterdam. Gjira Kajtazi ditën e sotme ka udhëtuar për në Gjermani dhe për një kohë fare të shkurtër nuk do të jetë prezente në Kosovë, e gjithashtu ajo nuk do të jetë prezente as nëpër media. Ky vet ishte zhgënjyes për të, andaj Gjira ka vendosur që të bëjë një pauzë të shkurtër sa i përket punës që ajo bën, ndërsa nga fundi i vitit pritet të rikthehet fuqishëm me një album i cili do të ketë bashkëpunime të shumta dhe mjaft interesante. Në emisionin Prive ju kemi paralajmëruar që muaji shtator do të zbulojë në pa edhe një tjetër talent të familjes i Strefi. Motra e Norës, Era i Strefi, sapo ka lançuar në tregun ton këngën debutuese të titulluar Money për Money, një këngë tekstin e së cilës e ka shkruar vetë Era, ndërsa këngën e ka punuar Flori Momajesi dhe videoklipi është realizuar nga Enter Media. Kjo këngë i përket zhandrit reggae. Këngëtareve tona i është shtuar një konkurrente kogja e fortë, e në këtë mes hyn edhe vetë motra e saj. E revoltuar nga Festivali Evropian i Këngës, Shteti Turk vendosi të krijojë një festival të tillë me forca të veta. Turkçevizion është festivali që pak ditë më parë grumbulloi artistë nga vende të ndryshme të Evropës. Kosova dhe Shqipëria ishin pjesë e këtij festivali, të cilët u përfaqësuan nga Besart Halimi e Besa Kokdhima. Përfaqësuesja e Shqipërisë u kthye nga Turqia me mirënjohje. Me kaq pa qesim pikën edhe kësaj priveje. E di që kaluat mirë me ne. Shihemi sërish javës që vjen në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. E deri atëherë keni kanalin tonë në YouTube me Prive Klan Kosova, gjithashtu edhe faqen tonë zyrtare në Facebook. Faleminderit që qëndruat me ne. Vazhdojnë të qëndroni edhe më tutje me programet e Klan Kosovës. Nga unë, natën e mirë.